Pyetja radhës hoxh. Selam aleikum, nëse vend doja të i parashtroja hoxhës një pyetje. Nëse kemi pasur dikujt borxh para dhe ai person ka vdekur, ose nëse i kemi hyrë në hak me ndonjë sjellje jo të hishme, a mund t'i japim sadaka ato para që i kemi pasur borxh atij personi, po ashtu çfarë mund të bëjmë për atë person të cilit i kemi hyrë në hak dhe që tashmë ai ka vdekur, nëse e kemi lënduar me ndonjë fjalë apo sjellje jo të mirë gjatë nervozës, Allahu i shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pjesën më kryesore kemi shpjeguar në një përgjigje tjetër, por shkurt. Kushdo që ka marrë borxh dikun edhe ai ka vdek, borxhin do të më kthyer trashëgimtarëve të tij. Kushdo që ka pas borxh dikujna dhe ai ka vdek, borxhin më dhon djemve të vet që ka vetveta, nipave, mesave të tjerë kush që janë pjesë e trashëgimisë pasunisë që e kalon kë. Kjo sa i përket pasunisë. Sa i përket i kena në hak në sen, përmendëm atë ditë rrunë mos i hini në hak. Se vallahi kur des s'në lën më. Ndesh jep sadaka dësh që zhdush s'në lën. Se ai ta lyp ditën e kiametit. Edhe në ditën e kiametit s'ta fal rash kërkush. Se as baba djalit vetë s'ja fal në kiamet as kërkuna. Tha nëse është pasuni, do të më kthyej se kjo borxh do të më kthyej trashëgimtarëve. Nëse është që i ke bë keq, e se ke lyp halalin, pritë ditën e kiametit edhe çka ndodh me ty me Allahun e me ato që i ke pas borxh. Ose që i ke bë keq, vallahu a'lam.